Heroi i kombit Faruk Elezaj u përkujtua në Klinj në 27 vjetorin e rënjes së tij. Në këtë manifestim morën pjesë organizatat e dalura nga lufta në krye me Hajdin Balën, pastaj kryetari i komunës së Klinjës, profesor Dr. Zenun Elezaj, me bashkëpunëtor, bashkëluftëtar, miq e familjar të heroit. Kryetari i komunës Zenun Elezaj, duke përkujtuar 27 vjetorin e rënjes heroike të Farukut, evokoi ngjarje nga e kaluara e Faruk Elezajt, pasi që me te ishte edhe bashkëfshatar. Baca Kamer, babai heroit kombit Farukut, të gjithë ju anëtarët familjes, bashkëluftëtarët të Farukut, pranishëm. Unë e ruaj kujtimin për Farukun, të thënë, më duket si është si me qenë vjetë, besoj që të gjithë bashkë e ruaj kujtimin edhe i përjetësëm kujtimin për Farukun, sepse vërteta e dhamat shtrejtën për lirin që ne sot përcojnë. Kam shumë kujtime, një të më e folë tash masi më dhara osë. Kishim në një vërrim, kështë të fillu dufta edhe mu më rakë në vetur bashkë me Farukun. Edhe tash po flasim, hales kishë dalë që kja në s'ke. Po flasim kush është që kja ta. Partizen, unë jam. Ka me që pas shpirti. Dhe thonë, sa i ri, po i përkushtum edhe i përjetëshëm kujtimi, ba se ka mërë. Po ashtu të shtatorja e Faruk Elezajt në sheshin i cili e rëmban emrin e tij, u bën ndërrime dhe u vendosën kurora lulësh.